Kjo është në Kur'an. Tregojeni këto gjëra te këtyre si martohen, si smartohen. Unë të siguroj që kush po e shef të emision. Unë po të siguroj që kush po e shef të emision, po dyshon që ti ka pagu Izraeli me i bo këto biseda publikisht, se thot vetëm ata mund të keni interes të aboni. Deri tash në keni thonë Irani, tash Izraeli. E se bashkë janë ata. Qëre që aty e kom një shpit bukur, po du me shqit, e mund shme na shqit zotri Sadri, se thashe thonë me t'jonë. Po, pse po thu Izraeli, po kjo po kalëzën qka është vejo burë? Ashtu se mendon ajo. Të unë po të themi si që nga mi skandalizuar, që dëgjoj këtë bisedë, nga një person i besimit musliman, që e thot live publikisht në media, e thot para gjithë njerëzve, sikur ta ketë paguar ambasada e Izraelit. Jo, unë po flas nga Kurani, dhe dëmin më të madh i bëjnë njerëzit me gjysmë dije fesë, sepse kjo është gjysmë dije. Duhet ta shohim panoramën të plotë në mënyrë që të kuptojmë dhe këndvështrimin islam bigjera. Tjera më keni nënçmuar, edhe në televizionet e aty jam mësuar. Unë nuk kam lidhje. Se kam problem. Jo, nuk ka lidhje atë. Unë e shëra e parë që pa shiko, jo, keni nënçmuar sa keni dash, po s'është problem. Nuk jam besimtar i krishter. Unë besoj Zot, kam gjithë jetën 10 vjeç që besoj Zot, kod komunizmit. Po do të them sinqeritet. Po do të them sinqeritet. Unë po habitem, po skandalizohem që ju dilni në media dhe bëni këtë lloj propagande, sikur t'ju paguaj ambasadën e Izraelit me fliq musliman. Shiko, dhe të gjithë tani islamofobët e Kosovës do na shkruajnë që ja, këto prallat e arabëve, ja, këto bëjnë këtë, këta bëjnë, këta martohen me njerëz brenda familjes, domethënë gjëra të cilat ju duhet ta dini që kur paragjykoni edhe kur nuk po paragjykon, po skandalizohen. Shpifni, po skandalizohen. Të denoncohen. Zonjë dashur, po skandalizohen. Si ju i thoni këto fjalë në media, unë nuk kuptoj dot. Pse? Sepse kjo po i bën akuzë muslimanëve. Po nuk po i bën akuzë kjo ka të çka. Po që s'me mohon, asnjëherë se mohoj. Kësë mohove? Po se mohove, po që është një qest me vojzën e Hoxhës. Asnjëherë se mohove. Solla qëndrimi islam ashtu si që ta ka. Po qëndrimet islame janë të bazuara në Kur'an dhe Sunet dhe janë pëlqimet tuaja. Nuk është pëlqimet tuaja kjo. Ç'është kjo? Ju e redaktoni, shiko, ju e reduktoni të gjithë mesazhin e Islamit si sistem jete në një vulgaritet të tillë, të cilët unë s'duhet farore pjesë, siç edhe avokati po thot, unë ndjemi skandalizuar të jemi pjesë e një gjëje që ta reduktojmë të gjithë atë doktrinë islame, sistem jete që ka zbritur Zoti Kur'anin Sunet. Ai e martohesh dot me vajzën e Haxhit. Unë nuk e di një musliman. Një musliman, ma thuaj një musliman shqiptar që ka marrë vajzën e Haxhës? Unë nuk di. Ka pjesë xhallar që thonë Po më ma gjej një hoxhallar që e ka bërë këtë. E pse thojnë pra? Po atëherë pra, unë po ja u shpjegoj edhe një herë. Po shpjegova edhe një herë. Unë ja u shpjegova edhe një herë. Kjo Artinit, me gjithë respektin, nuk qëndron. Qëndron dhe qëndron plotësisht. Sepse bile prisja miku im Altini e kuptoi jashtëzakonisht drejt dhe e shpjegoi shumë mirë që të biesh në të tilla gjëra, domethënë të flasësh për Islamin ore. 1400 vjet ka drejtuar botën, ka drejtuar shoqërinë njerëzore. Dhe thuash ti të flasësh dhe thuash që amartohesh dot me vajzën. Na le të bëhet ti s'ke do na fyj xhaneve, nuk e lejoj. Nuk e lejoj. Jo. Sikur të ndëruar në dash mendal debatin se eskaloi situata hoç. Vim tani përfundim se tha po të merroj Maldini. Nuk kem nevojë me u të merru se pak a shumë secili jem te po e një tapik, po nuk po se dhe keni miku imi, nuk po keq kuptohemi. Nuk po kuptohemi. Na jena, domethënë na tre jemi të gjithë musliman, na nuk po thojmë që domethënë Kurani e lejon apo e ndalon. Po. Mirë po na po bazohemi në deklaratat e disa hoxhallarëve, jo të gjithëve. Do të më pas parasysh se ka hoxhallar shumë mirë. Nashta ata që e thojnë kanë të drejtë, unë nuk e di, nuk bën me paragjyku. Me që ti e teolog, na shpjegoi një herë, e tha shumë mirë, shumë qartë, për ata që kanë vesh edhe sy me dëgju, por na shpjegoi një herë përfund, sepse fjala teologët vlen më shumë se unia. Unë kështu mendoj. Faleminderit. Ajo që unë po përpiqem të them këtu, dhe jo të zëvendësoj hoxhallarët e mëdhenj që ka Kosova dhe ka Maqedonia, sepse nëse muslimanët shqiptar në Shqipëri janë dikujt borxhlinj
për mësimet e fesë, sidomos në fillim të hapjes së fesë në Shqipëri, domethënë pas vitit 91, u janë borxhlinj hoxhallarëve të Kosovës dhe të Maqedonisë. Pra hoxhallarëve shqiptar dhe bashkësive islame respektive në Prishtinë dhe në Shkup. U jemi shumë mirënjohës, sepse kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë. Tani, qëndrimet e tyre, qëndrimet e hoxhallarëve në Kosovë, apo në Shkup, tek pjesa shqiptare e Maqedonisë. Apo në Shqipëri, muslimanëve apo edhe në Shqipëri, secili ka qëndrime të bazuara në Kur'an dhe në Sunet. Unë vi nga Al-Azhari, i cila është shkolla mos të më e madhja dhe më e vjetra, rreth 1200 vite universitet. Falësh, universiteti më i famshëm, më i vjetër dhe më material brenda lëndor, që thotë libra, gjëra, ka 900 vjet, po nuk flet njëri për këtë gjë. Është në Egjipt, është një nga shkollat më të mirë. Prandaj dhe duke patur parasysh që të gjithë faktorët juridik të jurisprudencës islame dhe të davetit, si dhe të gjithë faktorët që kanë të bëjnë me elementet e kulturës ku ndodhet islami, ne arrim në përfundimin që kjo çështje është çështje që i përket traditës së popullit aty ku është dhe islami e pranon atë traditë që ka zgjedhur shoqëria. Bravo, domethënë, na duhet të ndjek traditën shqiptare. Dhe duke ndjekur traditën shqiptare, një sekond, duke ndjekur traditën shqiptare në këtë rast është traditë islame. Zona Ibolla, çka mendon ju? U kry, çka mendojnë hoxhallarët kosovar, ato çka i thonë, ata i thonë prej Kuranit edhe Sunetit, por falë Zotit që e kemi kanunin ton, edhe për neve është rrepsisht e ndaluar, jam burëm që jam shqiptare, mirë po ato ligjet kuranore, ligjet profetike, ato ekzistojnë. Besoj se profeti Muhammed nuk ka gabu për çka ka bë martesat, po kaq, pa marrë parasysh. Zotëri Altin, një mesazh për fund, çka mendoni ju? Për cilën nga pyetja? Për këtë temë, në përgjithësi ose e penjo për botën, në përgjithësi. Mendoj që në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi dhe në Shqipëri ka një traditë të harruar, shumë të mirë, e cila u shkatrua në kohën e komunizmit, që është edukimi fetar në nivele të shumë të larta shkollore që ka pasur ky vend. Flasim 800, 900. Po, sigurisht. Komunizmi e shkatroi të gjithë kulturën, jugoslavizmi e manipuloi dhe dëmtoi jashtëzakonisht shumë, aq sa mundi, por kur s'do të harrojmë një histori të vitit 1930 kur u bashkuan të gjithë hoxhallarët e Shkupit, më duket, dhe bën një blokad plot të projektit jugoslav për të deportuar shqiptarët në Turqi sikur ishin turq, dhe ata e realizuan fuqinë e tyre duke bllokuar Turqinë që të pranonte shqiptarën në atë vit dhe për të ndaluar një proces që rivazhdoi prapë mas komunizmit në kohën e Jugosllavisë vitet 50. Bravo Davidi, kjo meriton Davidi. Askush flet për këtë temë që ne kemi pasur dietar të jashtëzakonshëm, patriot shqiptar në botës muslimane dhe mjafton të shohësh burgjet e Shqipërisë dhe kush u arrestua nga hoxhallarët dhe do kuptoni se çfarë intelektual dhe çfarë niveli të lartë kishin. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit që ishit nga një libër për fond e kam. Është i libri em. Falenderoj me shpirtin e nonës. Falenderoj dash. Dhe ai bolla faleminderit shumë, avokatë më keni nderuar shumë. Unë tim ke nderuar mua që. Faleminderit shumë, respekt. Shumë faleminderit. Dy libra. Dalë, ashtu më keni nderuar me pjesëmarrë, faleminderit shumë. Edhe zona i bolla, faleminderit shumë. Natën e mirë, kaq të personte, kemi javë tjera, sigurisht.